Prandaj Fudail ibn Iyad, i cili ka qenë për njerëzve më të devijum që ka ekzistuar në historitë e njerëzimit. S'ka lëmë të keqe pa bo. Pra, bashkohasit e tij tregojnë se nuk kalon të keqe pa bo. Derisa një ditë për ditësh e dëgjon imamin e lagjës duke falë namazin e Yacis. Ky ka qenë i hipër në mur, se ka kthy mur me ju vjedh njerëzve. Edhe ka shfrytzuar kohën e namazit që atëherë me shku me vjedh. Para mendoje sa i tmerrshëm do të më qenë njeriu me bën një gjë të tillë. Atëherë kur robët e Allahut i bëjnë ibadet Allahut, ky është vetëm rastin me i plashkit njerëzit. Edhe ka dëgjuar që ta jetë. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. A nuk ka ardhur koha që besimtarët e Allahut me u përul zemrat e tyre, me u rënqet zemrat e tyre me përmendjen e Allahut, edhe me atë që ka zbritur për të vërtetës së Allahut. E mos me qenë për atyre që ju ka ardhur libri e vërteta para jush, pra para besimtarëve, para muslimanëve. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ, atyre ju shkoj një kohë gjatë, bukur e gjatë, edhe ata nuk reflektuan, nuk u vetëdijsuan, nuk u udhëzuan, nuk i morën mesazhin e Allahut. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, edhe si pasojë e kësaj, u ngurtësuan zemrat e tyre. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, dhe si pasojë e këtij ngurtësimi të zemrave, shumica prej tyre u bën njerëz të shturur, njerëz të prishur, u prish brendia atyre, u prish e natyrshmi atyre, u prish morali i tyre, si pasojë e largimit nga fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra mos përjetimi i fjalëve të Allahut bën që njeriu me deviju. E Fudail ibn Iyad kur i dëgjoi këto ajete në namaz të Yacis, filloi me çajt, se i prekin zemër. Ai ndoshta shumë më herët i ka dëgjuar, i ka ditë se ka jetuar në një mjedis dietarësh, po bën fjalë për gjeneratat e arta. Ama nuk e ka lënë shep, se nuk ka dorë zemra e tij mu zgju. Në atë moment ka thonë, po Zot tash ka ardhur koha mu zbut zemra jam. Edhe po i njëjti njeri, apo për njerëzve më të ditur, më të ndershëm, më të devotshëm që një historia e Islamit. Apo shihni çfarë transformimi ka përjetuar. Veç pse e ka zgju zemrën. Në moment e ka kuptuar gjendjen, ka thonë, boll mon këtë gjendje. Boll mo kështu nuk shkon mo. Allahu nuk ka kriju për këtë punë. Edhe i kanë rrjedhë lotët për shpirtit, për zemrës, se është zgju zemra dhe ka thonë mjaft mo.